të nderuar gazetare, të dashur qytetarë dhe qytetare. Dje unë njoftova se do paraqes sot të gjitha argumentat e pakundërshtueshme ligjore, të cilat faktojnë se dyshja Rama Balluku në kundërshtim flagrant me Kushtetutën, në kundërshtim flagrant me ligjit e vendit, përpiqen të mbrojnë vjedhjen që kanë bërë. Të kapur në flagrancë me vjedhje të mëdha të taksave të qytetarëve, Edi Rama dhe Lubi Balluku, në përpjekje të dëshpëruar për të mbrojtur nga krimi i tyre i përbashkët, janë vërsulur me tërbim drejt gjykatës kushtetuese, duke shpallur me mediat e tyre si puçist antikushtetues vendimin e gjykatës së speciale të antikorrupsionit, për pezullimin nga detyrat Lubi Ballukut de facto për vjedhjen bashkëpunim me Edi Ramën dhe organizatën e tyre kriminale në drejtorinë e përgjithshme të rrugëve. Këta bashkëhajdut shkuan së bashku në gjykatën kushtetuese për të përmbysur vendimin e ligjshëm të gjykatës GKK-s dhe po përdorin për këtë qëllim të gjitha mjetet e presionit ndaj kësaj gjykate që u jep dhe pushteti. Lidhur me sa më sipër deklaroj se pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik hyn në masat e sigurimit personal, parashikuar nga neni 227 dhe 240 i kodit të procedurës penale. Kjo mas mund të zbatohet nga gjykata kur procedohet për vepra penale për të cilat ligji parashikon një dënim me burgim më të lartë se një vit, sipas nenit 241. Gjykata vendos caktimin e një mase të tillë kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave bazuar në rrethana fakti që duhet të tregohen posaçërisht në arsyetimin e vendimit, si dhe kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurit. E keni parasysh ju, dy hajdut të papërmbajtur, për sa i përket personalitetit të pandehurit, ka rrezik që ai të kryej krime të rënda në të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet. Neni 228 fraksion 3, neni 222.1. Ky nen parashikon se me vendimin që disponon pezullim në ushtrimit të një detyre a shërbimi publik, gjykata i ndalon plotësisht ose pjesërisht për një afat të kufizuar të pandehurit veprimtarinë që lidhet me funksionet e tij. Por ky nen përcakton që kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral, që do të thotë nuk zbatohet për funksionin e deputetit dhe të zgjedhurve vendor. Funksionet ministrore janë funksione të zgjedhura me akt administrativ. Populli sovrani nuk ka votuar as për ministrin, as dhe për kryeministrin në sistemin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë.
konkretisht, pra, me akt administrativ, konkretisht dekret të presidentit të Republikës së Shqipërisë, por rrjedhoi gjykata mund të disponojë për pezullimin e përkohshëm të tyre. Në rastin konkret, Lubi Balluku mund të pezullohet nga detyra e zëvendës kryeministrës, por jo nga ajo e deputetës. Neni 103 i Kushtetutës, paragrafi 3 thot se antarët e Këshillit Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetëve. Dhe kjo është interpretuar nga disa verban lakej të qeverisë dhe nga vetë Edi Rama dhe Lubi Balluku si imunitet për pezullimin. Është absolutisht pa bazë dhe e gënjeshtërt. Termi imunitet përdoret disa herë në kushtetut në kontekstin e mbrojtjes që gëzojnë institucionet të ndryshme kushtetuese si avokati i popullit, gjykatësi e tjerë, ndonë se kushtetuta nuk ka një përkufizim unik për çdo rast. Në rastin e deputetit, mbrojtja kufizohet tek mendimet e shprehura në kuvend. Pra, ka të bëj me të drejtat themelore, të njeriut, të deputetit. Pra, mbrojtja kufizohet tek mendimet e shprehura në kuvend, votat e dhëna, ushtrimin e funksionit në kolegialitet parlamentar. Pra, të gjitha këto i mbron imuniteti parlamentar. Kjo mbrojtje përkthehet në mënyrë specifike nga kushtetuta si garanci ndaj heqjes së lirisë së çfarëdo lloj forme, kontrollit banesës pa autorizim të parlamentit. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, imuniteti kufizohet tek mbrojtja për mendimet e shprehura dhe vendimet e dhëna, me kusht që këto të mos jepen për një interes vetjak ose në keqbesim. Po kështu, për gjyqtarët e gjykatës së lartë, neni 137, kryetarin e kontrollit lartë të shtetit, neni 65, avokatën e popullit, neni 61 fraksion 3. Në të gjitha këto raste, mbrojtja që jep kushtetuta është specifike. Pra, ajo është e përcaktuar, i përcakton fushat ku shtrihet mbrojtja. Në rastet e deputetit, mbrojtja përfshin 2 kategori. Heqjen e lirisë në çfarëdo lloj forme pa autorizim të kuvendit. Heqjen e lirisë në çdo lloj forme pa autorizim të kuvendit. Kontrollin e banesës pa autorizim të kuvendit.